Sot do të zhvillojmë një intervistë me një tematikë shumë të ndjeshme me doktor Ioannis Kutras, i cili është obstetër ginekolog në Poliklinikën Doctors Hospital. Do të flasim për trombofilin. Doktor, çfarë është trombofilia? Η θρομβοφιλία είναι μια κατάσταση στην οποία Trombofilia është një gjendje në të cilën gjaku i personit i cili vuan prej trombofilisë prodhon më tepër mpiksje, pra koagulohet shumë më lehtë. Δηλαδή πίζει πάρα πολύ εύκολα. Kjo gjendje thellohet me shtatzaninë, e cila është gjithashtu një faktor i cili ndikon në shtimin e koagulimit të gjakut. Για αυξημένη πήξη του αίματος. A mundet të ndjek një shtatzani nga një nënë e cila ka probleme specifike pra me trombofilin, një mjek ginekolog apo duhet patjetër të jetë edhe gjenetist? Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει μια φυσιολογική εγκυμοσύνη. Kjo gjendje e rëndon procesin e një shtatzanie normale, por rrjedhoi shtatzanitë me trombofili kategorizohen me të ashtueturat barra me rrezikshmëri të lartë, ndaj dhe duhet të trajtohen si të tilla. Πρέπει να αντιμετωπιστούν και ανάλογα. Janë specifike klinikat dhe pavionet cilat merren me barra me rrezikshmëri të lartë, pra nevojitet që vetë ginekologu të jetë edukuar dhe trajnuar për këtë lloj shtatzanie, në mënyrë që të jetë i aftë të përballet me të gjitha ndërlikimet që mund të krijohen në kuadër të kësaj teme. Όλες τις επιπλοκές που μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο θέμα. Cilat janë ekzaminimet që ju sugjeroni tek një nënë e cila është diagnostikuar me trombofili? Pra cilat janë ekzaminimet e mëtejshme kur ajo tashmë është shtatzan dhe është në një pritje të ëmbël? Η θρομβοφιλία... Trombofilia ose trombofilia hereditare, siç e quajmë, i dedikohet disa mutacioneve në gjenet e trombofilisë. Megjithatë, trombofilia nuk qëndron në vetme. Pra nuk mund të bëjmë vetëm një ekzaminim për 12 mutacionet që ekzistojnë për gjenet trombofilike. Nevojiten dhe ekzaminimet të tjera. Χρειάζονται και άλλες εξετάσεις. Mutacionet i ekzaminojmë nëpërmjet testit gjenetik të cilin kryejmë për trombofilin, por duhet gjithashtu të ekzaminojmë një femër shtatzan edhe për sindromin antifosfolipidik, i cili gjithashtu përfshihet në problematika të trombofilisë, si dhe analizat të tjera gjaku që kryejmë për koagulimin e gjakut. Εξετάσεις αίματος που κάνουμε για την πήξη του αίματος. Άρα δεν είναι μόνο οι γενετικές εξετάσεις. Pra nuk janë thjesht ekzaminimet gjenetike, gjenet ose mutacionet, por janë dhe disa të tjera si APS dhe analizat të piksjes së gjakut. Kto duhet zakonisht të kryhen përpara se të nisë një shtatzani ose të paktën fillesat të saj, për të ditur se me çfarë do të na duhet të përballemi. Για να ξέρουμε τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Në cilën javë të shtatzanisë nëna mund të rrezikojë fëmijën e saj, nëse është pra e diagnostikuar me trombofili? Όπως είπα... Si thash, mirë do të ishte një grua të ekzaminohet përpara se të ngelet shtatzan, dhe sidomos në femrat të cilat duan të bëjnë fertilizim in vitro. Duhet të kryen ekzaminimet e trombofilisë përpara se të ndërmarrin procedurat e IVF. Por sa më herët të kryhet kjo analizë, aq më herët do të kemi ne rezultatin në mënyrë që të mundim të japim terapi sepse nevojitet. Παίρνει θεραπεία. Cila është terapia më e mirë? Η θεραπεία λοιπόν ποια είναι? Συνήθως... Tu do duhet të specifikojmë diçka, do duhet të shohim në qoftë se analizat tregojnë se kemi të bëjmë me një rrezikshmëri të lartë për trombofili apo me një rrezikshmëri të ulët për trombofili, si dhe historikun e gruas. Rrjedhimisht, i kategorizojmë në dy grupe me rrezikshmëri të lartë dhe me rrezikshmëri të ulët. Në qoftë se është me rrezikshmëri të lartë, i mjekojmë me heparina me peshë molekulare, të vogël siç quhen medikamentet. Janë injeksione të cilat gruaja e merr përgjatë gjithë shtatzanisë, pra e ndjek të tërë shtatzaninë në mbrojtjen e kësaj terapie. Με κάλυψη από αυτού του είδους τη θεραπεία. Doktor, mund të themi që kemi patur rezultate të mira, rezultate suksesi, nëna të lumtura, edhe pse kanë qenë me trombofili. Ναι,
μπορούμε να πούμε ότι... Por mund të themi që përballemi me sukses me raste të tilla me trombofili. Kemi në duar pikë së pari diagnozën, pra ekzaminimet që kryen për të vendosur diagnozën, dhe më tutje kemi mjekime për të përballur me problematika të tilla si trombofilia në shtatzani. προβλήματα όπως είναι η θρομβοφιλία στην εγκυμοσύνη. Unë ju falenderoj shumë për gjithë profesionalizmin tuaj që sillni në Shqipëri. Është një kënaqësi e veçantë që të gjitha nënave, pavarësisht problematikave që mund të kenë, gjithmonë ka një zgjidhje, por posaçërisht në Poliklinikën Doctors Hospital. Dhe në veçanti në rastin konkret për temën për të cilën ne kemi folur sot për trombofilin. Faleminderit doktor. Και εγώ σας ευχαριστώ και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στις έγκυες γυναίκες στην Αλβανία. Faleminderit. Poliklinika Doctors Hospital. Shëndeti juaj, kujdesi ynë.